Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Arminida Qyqja, shkrimtarja dhe poetja nga Vancouver. A Vancouveri si dojnë në Kosovë. Të dyja të pranueshme. Arminida, mirë se erdhe në Albanian Oda Podcast. Mirësi u gjeta, kënaqësi që jam në Odën shqiptare dhe aq më tepër me Gjemi Agën. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Si kalove rrugës? Rrugë 5 orë me avion. Mirë, ka dhe më keq. Ka dhe më keq. 17 orë për t'i kur gjë në shtëpi. Arsyeja ardhjes tuaj këtu është sepse që i bie ditën e nesërme, ke një book lounge, si thonë anglisht. Promovim libri me poezi, Golden Armor, që unë duhet ta kthej këtu, sepse Arminida përveç prozës shkruan shumë poezi. Ka pa që Dominuse dhe mi ki tregu ca poezi të mira, sidomos një poezi për Kosovën, po do flasim më vonë. Unë gjithmonë e nis bisedën, korreshtja ime është fëmijëria. Kam qef mu kap aty me pa se thelbin e personit, mendoj që ne formsohemi si kur jem fëmijë. Ku ka lindur o rritur Arminida? Unë kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Një fëmijëri jo e jashtëzakonshme, do them. Pa ndonjë, si thosh, shtys për t'u marrë me art, po thjesht që ma kërkon të vetë shpirti gjithmonë artin, që në fëmijërinë e hershme. Dashuria ime parë ka qenë violina, po që nuk u realizua se nuk më pranua në shkollë muzike. Nuk i kalova ato provat e veshit që bënin atëherë para se të fillosh klasën e parë. Dhe gjëja ime e dytë ishte gjithmonë piktura, vizatoja shumë. Dhe ishte domethënë gjithmonë që më jepte edhe një farë satisfaksioni, po edhe një farë gjithmonë urie. Derisa më vonë zbulova dhe librat edhe u zhyta tek bota e leximit, që kur fillon mëson, madje kam qenë në klasën time e parë që e mbarova abetaren para se të mbaronte klasa, se kisha aq shumë korreshti, doja t'i bëja gjithë fjalët bashkë, kështu që nuk prisja që të vinte radha të më mësonin gërmën tjetër. Edhe shkoja pyesja prindrit, çfarë është kjo gërma të më mësonin, që të dija të lexoja fjalën, edhe kështu që brenda një kohe shumë të shkurtër fillova të lexoja shumë. Shkoja edhe vetë në bibliotekë, kërkoja libra, por nuk dija çfarë librash kërkoja, dhe i thoja punonjëses që të lutem më jep një libër, po çfarë ti, po çfarë dush ti, vetëm jep libra. Edhe kur më shikon dhe herë prap ti, edhe jashtë rregullit që ka qenë që duhet t'jepje vetëm një ose dy libra, më jepte mua më mbushte të rastën plot 5-6 libra dhe të shikoj mos të shikoj këtu për një javë. Dhe unë prap, domethënë lexoja dhe me vrap shkoja prap, kupton? Do më ishte e pangopur me... Si e re, libri ka qenë pjesë e zhvillimit tënde, e jetës tënde. Gjeja një përmbushje të gjithë format e artit, gjithmonë më thërrisnin. Sa më shumë lexoja, aq më shumë doja të lexoja prap, derisa fillova dhe të shkruaja, ose kur isha vogël, sa më shumë vizitoja prap, mbart vizatimi kisha mendjen që doja të bëja një vizitim tjetër. Edhe shpreh gjithë ajo bota emocionale. Unë du me nda me ty, se gjithmonë mundon të ndaj eksperiencat personale. Kam lexuar si fëmijë shumë edhe unë. Bilim kujtohet biblioteken atje në fshati Orgosht, nga familja ime vjen. Ka qenë kemë thonë Baci Jahi Kastrati, që ishte si me thonë punëtori cili udhëheshte librarin e fshatit. Edhe shkoja gjithmonë me marr libra aty, gjatë pushimit veror, ne ishim quheshin Ervin, kanë qenë ato lektyra shkollore dhe të ju më duket në Shqipëri, po? Po, kemi pas. Lektyra. Që i jepim që të përgatiteshëm për vitin. Të lexonë në avans. Në avans, neve na ishim verës. Edhe unë ikja të Bacia i merja libra kështu. Edhe ishte thonë babaj tim, ai djali jo të lexon shumë. E kam dash librin, por nuk kam pas talent për më shkruaj. Mu më intereson kjo shkrimi.
Si erdhi shkrimi? Si ka shkrimi, se është e çuditshme pse dikush din mi lidh fjalët mirë. Po ndoshta s'kam ditur që në fillim, se tentativat e para për shembull bën në një adoleshent shumë të hershme. Derisa mendova që okay, sa kam shkruar diçka dhe ka qenë mosha 14-15 kur kam marrë guximin t'ia tregoj mësuesve të letërsisë. Dhe ka qenë e frikshme, se kisha frikë se mos thonë çan këtu bllalloj që ka shkruar ja, ka një dras mangët ky fëmijë. Kështu që duhej guxim, po e dija që duhej që ta bëja, se nëse s'do gjeja guximin nuk do gjeja hapësirën e zhvillimit. Dhe ajo ishte, domethënë, mosha 14-15 kur unë u investova tamam që të shkruaja. Të kujtohet se ke shkruar të parë. Po poezi kanë qenë, unë kam tentuar për shumë gjërë diku dhe të vjedhja stilin e Migjenit. Dhe e kuptova që isha estonuar, po isha shumë e re, po flasim 13-14 vjeç. Dhe e kupton që nuk të përket, se nuk je ti, domethënë se unë jam një vajzë nga Tirana në fund fare. Sado që për shumë mund të marr ngjyrime, fjalë borxh, janë prapë rrobe të isha të marra borxh. Po edhe ai ka jetuar në tjetër kohë, ishte tjetër dekadë. Po, por pse më tërhiqte ishte pikërisht ajo jo vetëm filozofia, se ka shumë filozofi vargu, përse godet, i flet ati mjerimi, shpërthen, ka revolt, edhe unë kisha shumë revolt brenda vetes, edhe doja dhe nxirja revoltën vargje. Shumë njerëz mendojnë, për shembull, kam qenë 14-15 vjeç edhe më ngacmojnë, thonë ke shkruar poezi dashuri, po 14-15 vjeç nuk e njeh dashurinë, çfarë dia unë çfarë ishte dashuria. Nuk mund të shkruaja për një gjë që se kisha përjetuar, po mosha 14-15 vjeç mua më zu ka qenë vite shumë të këqija për Shqipërinë. Flasim për 90-ën, 91-shin, 92-shin, kanë qenë vite shumë të vështira që Shqipëria kaloi gjën në 93-shin. Ka qenë një destabilizitet shumë i madh, frikë për të dalë në rrugë, rrëmbime të shumta, krisma natën, edhe meshkujt nuk guxonin të dinin gjën në qendër qytetit se iknin me rrobe dhe vinin të zhveshur. Kjo është në pasi që ra sistemi. Po, për ra sistemi, do më thënë, ra ligji. U kryua një anarshi, u kryua një kaos shumë i madh. Se thuash, unë besoj që këta element u vun engas të bënin zhurmë dhe rrëmuj, të ndjellnin sa më shumë pa kënaqësira nga klanet caktuara, grupet caktuara. Dhe unë kisha revoltën time si njëri që një adoleshent që kërkon të rritet. Kërkon të iki vetëm shkollë, mos t'i ke shoqëruar se ka frikë se do t'i ndodhi diçka e keqe dhe rrëmben apo ngacmojnë rrugës. Kërkon atë lirinë dali, kërkon atë lirinë tjetë, shkojnë të ketë një normalitet, paktën janë vite shumë delikate, po që ti ndrydhesh, sepse kushtet jashtë nuk janë të varvorshme për mirëqenien tënde. Mangësirat që pasaj filluan në për shkolla, s'kishim tekste shkollore, ne I kemi marrë atëherë tërë mësimet me shënime, të gjitha lëndëve. Dhe të mësosh fizik, matematik, histori, gjitha me shënime. Sa përqind ne përfitonim nga ato klasa ra interesi. Se kur gjithë ora e mësimit bëhet një diktim, që ti merr leksionin, nuk ka shumë kohë për tamam shpjegime dhe bashkëpunim me klasën me mësuesin. Unë duhet të dërprej këtu më kujtohet në ato vite ka qenë edhe për ne Kosovë një vit, po më në një dekadë shumë të mëshme se ju kaluat luftën. Edhe para luftës ishte okupimi që na largua nga shkollat, edhe është vështirë për dritë sot ta kuptojnë atë kohë, po është interesant që këta cilët kanë linë mes viteve 70-80, ka përjetu të merren, domethënë nuk formsuan si duhet në kuptimin. Deri ata në vitin 85, kisha më thonë, e përjetuan shumë keq këtë tranzicion, sidomos tranzicioni në Shqipëri, por edhe te ne që ishte okupimi. Janë sikur lën gjurmë, sepse këto janë vitet të formimit tënd. Të formimit, bravo. Janë eksperienca të munguara, që ti nuk I zëvendëson dot. Unë për shembull kam emigruar këtu 17 vjeçë.
Na flet për këtë, se më intereson ardhja në Kanada, arsyeja. Hyrja ime e parë ka qenë në Toronto. Kam pasur vllajin këtu. Dhe vllai im ka pasur një peripeci, domethënë ka qenë nga ata që ikën me anije në Vlora. Që shumica i kthyen pa ai arriti që të arratise nga stadiumi. Kaloi në për Itali, qytete ndryshme 6 muaj pa që nuk sistemoi dot, nuk donte të rrinte pa dokumenta, se nuk shikonte vlerën e një jetesë pa dokumenta, se nuk lëviz dot, nuk qarkullon dot, nuk punon dot normal, nuk vjen dot vizitosh familjen. Është, domethënë ti mund të bësh 2 lek, po kur nuk shkon dot, të shikosh familjen tënde, për shkak të kesh një smur. Edhe ti nuk shkon dot se s'ke dokumenta. Kjo është arsyeja që erdhi në Kanada. Që erdhi gjë në Kanada, i kërkoi në vazhdimsi që të gjente një shtet, një vend ku ai mund të jetonte një jetë normale me dokumenta. Provoi Gjermaninë dhe në Gjermani nuk i dhanë status, si gjithë shqiptarëve tjerë u dhanë deportimin. Dhe përfundoi në Toronto, Kanada, dhe unë kam ardhur këtu gati 1 vit pas tij. Edhe unë në mënyrat jo të duhura, jo të drejta, jo të lishme, që shkaktojnë pasojë, se nuk të lënë që ti të kesh një jetë normale derisa stabilizon dokumentat dhe gjërat të vështirësojnë. Është ndryshe për shkak ku një njeri emigron me vizë, me aq më tepër për shkak 17 vjeç, të mos kesh familjen e plotë, të kesh një vllaj që të bëhet baba. Ai ishte 8 vjet më i madh se unë, por nuk ishte detyra e tij të bësh babai im. Po babi, mami mbeten në Shqipëri. Ata erdhën pas meje. Pastaj u bashkua. Pastaj u bashkua familja. Kështu që kjo është domethënë në një moshë që adoleshentët e tjerë investojnë veten në ëndrat e tyre në shkollë, të shijojnë jetën, të dalin, të bëjnë atë që ka nevojë të bëjë rinia. Unë nuk i pata ato shanse. Nuk i kisha ato kushte. Dhe jeta pastaj vazhdon në eksperienca të munguara, do apo s'do ti ato gjëra lën gjurmë. Për shembull, nëse unë do kisha emigruar, do kisha mbaruar universitetin në Shqipëri, dhe limri im i parë do kishte dalë shumë më herët se sa 2018. Kjo është e sigurt, sepse unë po shkruaja në atë kohë dhe kisha plane serioze për shkrimin. Por kur erdha në Kanada, i abortova të gjithë planet, i abortova ato ëndra. I aborton I abortova, domethënë unë po e zgjedh fjalën abort. Qëllimisht. Se të lësh pas atë që ti je në thelbin tënd, në identitetin tënd, në atë që ti kërkon. Sepse më pyetën më herët e fëmijëria, dhe aty shikohen se ku është drejtimi i personit. Nëse ai person, domethënë gjithmonë kërkon artin, tani unë mund bëj çfarë do lloj pune tjetër, çfarë do lloj zanati tjetër, por nuk do thotë që aty është shpirti im dhe përmbushja ime. Në fund të ditës është një gjë që dollari nuk ta zëvendëson, edhe është pikërisht ajo uria shpirtërore që vetëm artisti e njeh. Është një krem që sillet. Të bruen brenda. Është si puna e molës. Nuk dalet ku. Nuk ndalet, i ha krejteshat. Po. Nuk dalet. Edhe ti nuk e shikon se është aq i vogël, po kur i shikon ke brimat. Po mirë, në atë kohë në Shqipëri ishe në vitet 80 ke qenë si më thonë në shkollë fillore. Po. Se unë jam 77. Po, çfarë libra nuk ka pas kuptohet libra nga jashtë? Gjithmonë kanë qenë libra e kontrolluar se cila klasë çka lexon. Po, atëherë ka qenë gjithmonë select, domethënë ka pas edhe libra të ndaluar. Po ai ishte fëmira ime e hershme, kështu që nuk është se ndikoi. Çfarë ndikoi pastaj ishte më tepër vitet e tranzicionit, 90-ta, që pati ndikimin tek unë. Për sa i përket letërsisë. Për shembull. Se në vitet 80 unë isha shumë e vogël dhe lexoja vetëm libra për fëmijë. Libra për fëmijë ka pas pafund. Ka pas shumë, a? Po. Nga shkrimtarë shqiptarë dhe tuaj, se pralla është prall, fabula është fabul. Nuk ka pasur censur të librat e fëmijëve. Për shembull, Hans Christian Andersen, Vëllezërit Grimms kanë ekzistuar, i kemi lexuar.
shkrimtar nga Oslo, marrëdhëniet e Shqipërisë me Oslo kanë qenë të mira me Suedin. Dhe suedezët kanë për aq sa njohun artin e tyre, kanë shkrimtar të mirë. Librat që kemi pas për fëmijë Gishtoza i vogël, këto kanë qenë libra që unë edhe sot e kësaj dite për shembull i mbaj mend. Pastaj ne kemi pas edhe autor shumë të mirë shqiptar. Odise Gridhon. Librat me Çufon, për shembull, unë i kam marrë me vete, i kanë lexuar edhe fëmijët e mi. Po, ma thanë telefon. Kështu që, jo, kemi pas një letërsi të mirë për fëmijë. Shkruar bukur, Adilina Mamaqi për shembull. Tani s'po më kujtohen, po ka autor të tjerë që, domethënë, vjershat të tyre, domethënë, ne ngulitur në kokë dhe transmetuar edhe fëmijët tanë. Çfarë mungoi ishte pas viteve 90, 91, mbyllën komplet librarit, sepse njerëzit nuk po i kthenin më librat, po vidheshin në bibliotekat. Dhe u mbyllën. Dhe të blija ishte e vështirë, kanë qenë vite të vështira. Dhe mbaj mend për shkakun që edhe kur kemi qenë në shkollë, kemi pas për të bërë referate që unë që lexoj një libër dhe duhet bëj përgatitjen, të zbërtheje librin. I lutesha shokëve, shoqeve që e kishin që të ma jepnin për një natë librin të paktën, edhe të lexoja sa mundesha në një natë. Se nuk ta jepni se ata të përgatitesh, e kupton? Kështu që prandaj them që e kisha shansin, mbaj mend për shembull librin 1000 net, ma ka dhënë një vajzë vetëm për 24 orë. Tani 1000 net është dhe unë kam ndenjur dhe s'kemi pas as drita, atëherë se kanë qenë problemet e dritat me qëri. Duke lexuar, domethënë, edhe se doja të isha e përgatitur, nuk doja të shkoja në shkollë tap topi, po edhe se ishte ushqimi i shpirtit. Ishte letërsi, kupton? Kështu normal, e kam gdhirë edhe kur kam shkuar të nesmen, i kam thënë kur mund ta marr prapë, dhe mas të mbarëm se shkolla sa i kishte referatin para shkollës time. Edhe të kombinonim ditët që ta mbaronte ajo përpara referatin, pastaj mund ta merrja prap librin unë për ta lexuar, kupton? Kanë qenë vite të vështira, po mirë, lan mangësira tek brezi im. Brezi që jem brez pak a shumë aty njëjtë, ke pas kem zbrastina të mëdha. Është fatkeqësi. Tash mundohesh ti mbushësh gjatë jetës, po është pak e vështirë sepse ai trend ka ikur. Edhe ti duhet të improvizosh me trena të tjera, me kombinime të tjera. Tani ti je në faza të tjera jete. Ndryshëm. Ke prioritete të tjera në jetë dhe është pak e vështirë. Megjithatë, domethënë unë nuk është se besoj tamam në korrigjime, rikthim tamam të, po nga ana tjetër mundohem të bëhem ai njeriu që nuk qan për qumshin e derdhur. Shpëto qatë mundesh, pastroje dhe vazhdo, kupton se nuk ja vlen të rish qash për qumshin e derdhur. Ne marrim masa dhe mundohemi të bëjmë më të mirën, dhe unë po mundohem që të bëjmë më të mirën. Mirë, unë du me ditë kjo ardhja në Kanada, si ke përjetu Kanada në kërë ardhë? Si ka qenë ato përshtypjet e parë? Është gënjyse. Në që kuptim? Në kuptim njërë që kur erdha, unë kisha një ide që duke qenë se ne kishim shumë anksira në Shqipëri, s'kishim ujë, e kishe ujën morar. Gjitha ato do me thënë, ne s'kishim kushtet më minimale të jetesës. Dhe pavarësisht gjithë këtyre mungesave, tek ne imazhi ishte çdo gjë. Ti mund të ishe shumë i varfër, por nuk dilje kur i pa e kurosur dhe i pa larë. Kanë qenë rregullat. Kanë qenë rregullat e shoqërisë. E kam pa një video në falë që ndërpres, një huaj e kthen te kamera, tha, gjitha janë të lartë, veshur, të rregulluar, tha, Albanian people are so clean. Publicitar janë shumë pastër. Dëgjoj, po të marrim ja pikërisht këtu, kur kam qenë me vajzën time një herë në orkestër, mua afrua një nga ato mamat e tjera aty, edhe thot, më fal, thot, ju jeni shqiptar? Po, i thashun. Edhe tha, a njohit, e dia. E thashun, po pse e kam shkruajtur në ballun që jam shqiptar? Edhe tha, jo, tha, është imazhi juaj.
Unë kam qenë me orkestrën, ka qenë me Bujar Llapen, me orkestrën e me tij, me dirigentin shqiptar, Bujar Llapa, që është në Vancouver, po, e përshëndesim. Me cilin mësonte vajza ime dhe me Linditën, gruan e tij. Dhe unë tha atje pashta njerëz që vishën bukur, që janë shumë të rregullt, që janë shumë të rregulluar, domethënë, që mua më duket çdo gjë normal, nuk shikoj domethënë sikur mënyra si folja është sikur gjithë gratë shkojnë dhe e kurosen çdo ditë ke floktoria, kupton? Por faktikisht është e vërtetë se ne gratë shqiptare kemi pak më shumë krenari për veten, edhe mundohemi që të jemi sa më të prezantueshme, të rregullohemi paksa, domethënë, një makjazh normal. Ndonjëherë pak më shumë se që duhet. Vjen sa ato po kushtojnë ato fustanat, ato. Jo, nuk po flas, jo. Është një trend i madh në Kosovë. Ndoshta është bërë tani, por fal. Është një trend i madh në Kosovë që ka shumë, unë sa kam vërejtur, ha? Sigurisht duhet jetë Shqipëria. Ka shumë herë sallam floktore që rregullojnë flokët. Dhe janë plot gjithmonë. Po, edhe thonë që rregullojnë to manicure, pedicure. Po. Edhe atë shumë. Është koha e shpenzuar dëm, do thuash ti, po, është edhe para e shumë. Jo, sepse jo çdo ditë ke nevojë për ta bërë gjëra të shkallë. E kuptoj që ka nevojë duken bukur, po mund duket diçka është egzageruar. Egzageruar gjithmonë është. Edhe kur del, si thonë të ne, me dalë me blet qumsht, me blet, duhet më rregullu. Ndoshta edhe ajo është pak e tepërt, nga që edhe një kohë gjatë, unë jetoj këtu është... Po tani këtu jenë sistemin tjetër që njerëzit dalin si me pijama, ose kurse në zy nga gjumi. Ka plot që dalin me pijama këtu. Më kupton, është ndryshe. Unë kisha pritur, domethënë se dalim tek ballafaqimi, unë kisha pritur një kulturë shumë të sotisfikuar, sepse mendoja që këtu janë tërë kushtet. E ke ujë 24 orë, e ke sapunin, i ke banesën e ngrohtë, jo ne për shkakun që ne s'kemi sistem groje në Shqipëri, domethënë ta mendosh mirë kur lash se është shtëpia ku ti shkon nga banjo deri ke domë do shkosh aty ke ngrohje, ti futesh në ngrohje. Sidomos Tirana dimit, se s'ka bor, ka lagështirë. Ka lagështirë dhe ajo nga që gjithë ambientin janë të ftohtë aty në palc. Një shok i imi, duhet ta përmend, Alketi, tha mbas sa vjetë u ktheva vizita në Tiranë, dimit, e të më kap një ftof, tha, një mërdhirje, tha, apo vdes nga ftoft. Gjithë kun ku prekja, tha, ishte lagësht. Se dimit, tha, Tirana është e ftoft. E kam përjetu, për herë parë këtë vit, isha në muajin janar. Dhe the nuk të shkoj më në janar. Po jo, kështu del ditën, kur del dielli i në rregull. Po nata mbrëmja, të monë, ne në Toronto të ke jetu e disa është ftoft. Minus 30. Po ajo është një ftofje tjetër, nga që është lagështirë. Lagështi malit dajtit edhe deti që kondozohet ai ka shumë lagështi. Mu kujtu Alketi. Tha, vdiqa, tha, një mërdhirje, tha, sun vija veti. Tirana është e bukur në kuptimin. Që ka jetë, ka jetë, ka këto, a i dimir është, e këto po du më thonë që këta këtu i kanë gjitha, po mënyra e jetesës. Mënyra e jetesës, pra, kjo ishte që mua më shokoj, pastaj kalvari, cilin duhet e isja që ishëm vështirësit ekonomike, vështirësit me dokumenta, sistemimi, të mundohesha që të mos e shgënjeja familjen time, për sa i përket studimeve, se kështë sakrifikuar për të më sjell këtu. Kështu që unë u ballafaqoja me shumë sfida një herësh. E shumë e re dhe ishte kjo domethënë që unë më kam mbajtur fort mendimi gjithmonë që unë duhet ja dal dhe do t'ja dal. Dhe këtë vizion kemi pasur të gjithë dora emigrantëve tonë, vllaim, e mira të tjerë. Jemi ballafaquar, domethënë, jo se kemi prit që të na shtrojë një ri, nuk është ajo, po thjesht domethënë nuk ishte jeta aq e bukur sa që imagjinonim ne për kushtet, standardin e jetesës që ka. Kisha mësuar në shkollë, në gjeografi,
që Kanadaja ishte ndër vendet e para në shkallën e mirëqenies. Dhe unë kur e marr këtë, domethënë që ka shkallë të lartë mirëqenie, unë e shikoj atë të shprehur në civilizim. Ka të bëj Armenida mendoj edhe që në atë kohë, fillim viteve 90 deri dikon vitin 99, ka pas shumë pak imigrantë shqiptarë. Për kraja nga dikush që është me heret se ti këtu, ka qenë e pak. Non-existente. Non-existente. Tash kur vjet dikush, ka mundësi me gjetë nga gjitha trevat shqiptar suksesshëm, shqiptar që janë kapë, ndoshta edhe me ndihmu me një punë, se me të sistemu. Po ka ikur dhe koha të ardhurit ilegal, se nuk vinë dot. Jo, nuk vinë, po edhe ata cilë vinë. Tani ata që vinë janë me shkollë dhe i gjenë shumë lehtë sistemimin në krahasim me personin që vjen pa dokumenta. Kur vjen pa dokumenta, ti hyn në një Golgot. Është vujtje. Është vujtje, sidomos domethënë kur kalon në për kalvar për shumë refuzim dokumentash, pritje pa fund. Ti nuk di je këtu apo je atje, ndërkohë i thu vetes, mendo pozitivisht edhe vazhdo. Po shumë e vështirë se ke atë zërin tjetër që thu, po pse po i bëj tërë këto unë se do marr valizhen e do kthehem. Tash në atë s'ka pas asnjë avokat shqiptar drejtohesh me fol shqipen, digam. Me të uzu, me drejtu. Madje s'ka pas edhe spion që të prishnin dokumentat. Dhe kjo është e vërtet. Tash është tjetër kohë, ka shumë avokat shqiptarë, edhe unë kur i shoh është asociacioni i avokatëve shqiptar këtu. Tash e mirë dhe e keqe kjo gjë. Na erdhi dita me bo edhe një asociacion të avokatëve. Për këtë gjë ndje e mirë, nga ana tjetër ndje dhe shumë dhimbje. Sepse them o Zot, është kulur gjysmë milioni njerëz që duhet ishin atje dhe janë këtu. Jo vetëm këtu, po gjitha ne, në Itali. Po them, gjysmë milioni janë vetëm në North America. Kurse po ta marrim në gjithë e botën, gjë në Australi dhe në New Zealand kanë shkuar shqiptarët, janë 1 milion të shpërngulur. Dhe kjo më i dhëron. Se nga ana tjetër them sa mirë se arritëm që të bëjmë asociacione, që të bësh asociacione ti ke një emigrim të vazhdueshëm. Njerëz që ngren është si muri tull mbi tull. Unë ngrihem mbi shpatullat e tua dhe fëmia jon ngrihet mbi shpatullat tona. Po në Vancouver ka shqiptar shumë? Ndoshta 3000. Po janë të shpërndar, sepse ne jemi si thosh frontiera më e largët. Je në cepin tjetër të Kanada, je 5.000 kilometra larg që këtu. Nga Toronto. Nga Toronto, 5.000 kilometra larg, 5 orë tjera me avion, kur llogarit tani se sa orë duhet që shkosh në Shqipëri. Se gjithë mendjen aty e kemi. Ke ikur në Shqipëri duket. O, patjetër. Shkon shpesh? Shpesh. Si bën mundi? Se më pyeti një vajzë që ka ikur nga Shqipëria 7 vjeç. Dhe ajo ndjen diçka, po jo në të shkallë që ndjej unë, shkon edhe ajo, thotë që edhe unë dua të kërkoj ato rrënjët e mia atje, se prindrit, gjyshërit. Ndërkohë që edhe Shqipen e ka humbur, mezi e flet, mezi e kupton, se ka ikur 7 vjeç edhe prindrit janë investuar që të bën njerëz të suksesshëm këtu. Dhe nuk është se nuk e di Shqipen, por domethënë ka humbur jetëshmërinë. Dhe më tha mua, po ti shkon shumë. Edhe këtë dua të kuptoj, domethënë se çfarë roli ka luajtur ajo që ti ke qenë 17 vjeç edhe unë që kam qenë 7 vjeç. Dhe më tha mua, po mendon që do vazhdosh, se ti s'ke arsye se e ke tërë familjen, ke prindrit këtu. Çfarë të mban ty? Edhe i thash, a e di, thash unë salmonin, peshkun? Është gjithë vitin det. Por me i lëshu vezët, kthehet në lumë. Edhe shkon lart deri. Edhe i thash unë, dhe ma thuaj ti, i thash unë çaj tërheq, po ndoshta është, i thash unë që edhe kur nuk kemi më njerëzit më të afërt, mendoj që ne do vazhdojmë të ndjejmë atë tërheqjen gravitacionale. Do na tërheqin ato rrënjtë e vjetra ku na thret gjaku e para.
kujtimet tona, aq më tepër se unë 17 vjeç i ka një njeri i formuar. Ti thesh para dhe unë nuk doja të ndërprisja. Fëmijëria është shumë e rëndësishme në formimin e personit. Tani kanë dalë studime që personaliteti i fëmisë formosohet gjë në moshën 4 vjeç. Dhe prandaj po bëhet një luftë shumë e madhe në vendet e Evropës së Veriut, si Norvegjia, Suedia këto, që gratë të rinë gjerë në moshën 4 vjeç me fëmin. Në shtëpi ta ruajnë fëmin. Nuk është ta ruajnë, ta formojnë. Ta formojnë, për kujdesen. Sepse personat, për shembull, ti mund ta çosh në kopësht fëmin, po varet se çfarë vlerash morale, psikologjie ka edukatorja. Nuk ka njerëz perfekt, ti mund ta lësh fëmijën tënde edhe me prindrit e tu, dhe për disa gjëra që ti ke thënë fëmijës jo, prindi jot i thot po. Dhe formojmë dhe ne këtu formojmë kontraditat, ne këtu fillojmë luajmë me dualitetin e personit. Sepse nëse unë të them mos e bëj këtë gjë pa ai tjetri thot s'ka gjë bëj se s'është mami këtu. Gjyshja gjithmonë i thonë janë pak më katar. Hajde këtu të gjyshi, të do gjyshje. Dhe tani imagjino që e ke fëmin të në kopësh, në çerë dhe në qendra tjera. Sa të formuar janë, sa kulturë kanë këto persona. Fëmia ecën mbi shabllona. Unë për shembull ndoshta nuk do ndoshta ne sot bashkë nuk do të ishim takuar, se s'do kisha pasur libra. Po kanë qenë persona të caktuar që kanë luajtur rol determinant në formimin tim, që më kanë shtyrë mua të investohem në Armenidën si shkrimtare. Pa ato persona s'do kishte pasur libra, talentin me të vërtet ai jep Zoti. Po janë njerëzit e tjerë që zën brumin tënd edhe ndihmojnë që ai brumi jo të vi. Personi që ti bëhesh një produkt i shoqërisë në fund fare dhe personave që të rrinë më afër. Duke filluar për shembull që nga gjyshrit e mi. Unë aty e mora dashurinë për librit, se prindit e mi në kohën e komunizmit vra punë. 6 ditë javës ishin punë. Ditën e 7 fuste në veri aksion. Këto aksionet kanë qenë i ka marrë shpirtin. Dhe nuk kemi pas as lavatriçe, nëna tona do lanin dhe çerçafat me dorë. Është merr. Unë nuk e di, domethënë se ku e gjenin fuqinë. Se të lash edhe çerçafat me dorë, unë jam me zonja të laj 2 rroba me dorë, jo të laj edhe çerçafat. Po kur je i detyruar do t'i bësh gjitha. Kanë qenë të forta. Kanë qenë shumë forta, kanë qenë heroina. Kështu që atë, për shembull, mama ime nuk ishte shumë kohë të lexonte libra, se ishte shumë e zënë punë. Punën që kishte, për shembull, kishte raste që kemi shkuar për ta marrë me babin nga puna dhe 10 darkës, se punonte në shtyp shkronjë dhe shpeshherë ndodhin defekte. Dilnin dilte shtypi i papastër, dilte i nxirr, nuk dalloheshin fjalët, ishin tekstet mësimore. Edhe ajo ishte edhe kontrollore cilësie dhe vetë ajo nuk e pranonte, se thoshte të qërrohet në syt studentave si do lexojnë. Kjo ka qenë shtyp shkronja për librat shkollor. Për librat shkollor. Edhe kanë qenë domethënë makineritë e vjetra të hedhura në plera nga Kina. Domethënë punën e kishte ti për të mbaruar në 3, po ka pasur raste për shkak që s'ka mbaruar dhe në 10 darkës punë. Kemi shkuar për ta marrë, se merrten telefone dhe thoshte ka ndodhur nuk prishur makineria dhe do riktu me punëtorët. Derisa ta rregullojmë, sepse duhet kapur plani, se kanë pas me plan. Të kujtohet, e ke bën ndonjë vizitë në shtyp shkollor? Shumë. Shumë, domethënë se shkonim shpeshherë për të marrë mamin nga puna, dhe ka pas edhe ditë tjera për shembull që unë mund të kisha pushim nga shkolla dhe shkoja ke puna mamit. Tash kam një pyetje. Kur je fut në ndonjë librari apo këto që kanë shit, sidomos në Kosovë në atë kohë kanë qenë sa të ishim në librari ku shiteshin libra, fletore, lapsa këto. Ka pas një era. Era e bujës dhe letrës. Edhe letrës. Por kësot nuk vjen se kjo është... Se këto nuk janë të shtypra me lastra, i thonin. Lastra ka qenë kështu si flet metalike, dhe kanë qenë ato grobzat e shkronjave. Zëre si kur ishte për qorrat, ke parasysh për të verbrit që vën gishtat edhe ndjen ato grobzat.
Sepse aty vesh boja ka ato gropsat dhe kur dilte ajo e stamponte. Dhe kalonin letrat tek ato lastra. Kujtohet ajo erë? Po si jo, do me thënë çdo gjë është shumë e gjallë në memorien time. Dhe prandaj them që ti nuk e ndjen më atë erën, sepse unë e di dhe procesin si bëhesh, nëse unë kam kaluar fëmijërinë aty. Një shok i joni përbashkët, Shani Pnishi, është poet edhe gazetar. Gazetari. Ai thotë kur e marr librin thotë e shkletoj kështu. Po s'ka erë. Po e di thotë i marr erë, u i thoma Shani, po këto janë pa erë këto tret. Thotë mirë, ma kujton ato librat e vjetër si ka erë. Ajo erë, une e quaj atë erë dije, ku libri është shumë i shejt. Edhe unë kësha dashur që qeveri tona të bëjnë më shumë për librin atje. Unë flasë për njerëz që të miren me librin, që të lirohen nga taksat, e di që është një ko pa ko, ku media sociale tash e kanë kap botën për fyti. Ja, kjo që po bojmë, kjo podcast është pjesë e media sociale, e kuptoj, po nuk ka që sikur libri. Ato momentet se fëmijë kur kanë lecu, atë formësimin tim nuk e harroj kur. Ka pas, jo që kam lecu libra, diçka kuptimin, libra filozofike, këto s'kam qenë i ri, po vja romani, për shumë, kujtot, Haki Stërmili, si ka qenë aja, nga jeta në jetë. Kushe ka po, Stereospas ato? Pa. Çdo njeri, shiko, edhe si ku mos më pash mend asgjë, ato që ke lexuar, ato, do me thënë, ti mund t'i kesh harruar në sipërfaqe. Por kemi koshencën dhe subkoshencën. Dhe unë besoj që çdo kujtim, çdo mbres, çdo gjurmë është e ruajtur, është si puna e kompjuterit që ti fut një delete, but there is still a backup file in the hard drive. Unë e kam jetuar jetën këto dekadën e fundit sidomos shumë ngjeshur. Ka ndodhur shumë evente, shumë gjëra në jetën time, shumë angazhime, dhe ndonjëherë, do me thëmë, më duket sikur kam harruar shumë gjëra jo në sensin e gjërave që kam kaluar vetë, po çka kam lexuar. Se dua të kujtoj diçka në një moment edhe sikur të më pyesësh më po bëre letërsinë në universitetit këtu çfarë lexove këtu. Në ato moment kam një si fshirje truri. Edhe mikën titulli, mikën emri i autorit, edhe them ç'po ndodh, po kaloj në skleroz të trurit. Por është thjesht kjo që po jetoj jetën shumë gjeshur. Por unë them që nëse unë vërtet kam harruar çdo gjë që kam lexuar, nuk do kisha arritur që të shkruaja. Po subkonscienca ime po e merr atë informacion që ka nevojë edhe po e der në shkrime. Pavarësisht se duket sikur nuk po mbaj mend këtë dhe them, ua zot, unë kam lexuar shumë si kam harruar, si s'mbaj mend, si çfarë po ndodh, kupton? Po pastaj them qetësoj, it's still there is a file somewhere in my hard drive. The creator has it there, you know, it's not deleted. Nuk është shtyr. Ke dua ca nga këto disa nga të lutëm, vetëm do i largoj këto, ti vendos. Ok, Abelida. Du t'i përmend Beyond the Rails of Rain, poetry është vitin e 2018. Për te kangjellave të shiut. Po, Letters Without Envelopes, Letra pa zarf, 2010, Between the Hearts, Mes rajeve të zemrës, është 2020, Kisses in Ether, sorry, po. Puthja në ether. Po, viti 2020, 40 plus, që është 20 plus, 2021, A Bunch of Poems Instead of Flowers. Kjo është një përmbledhje në anglisht. Në anglisht, viti 2022. Në poezi në vend të luleve. Në vend të luleve, viti 2022. The Laughing Dead. I vdekur që është prozë. Short stories, po. Tregime të shkurtra, viti 2022.
Sisyphe of my soul. Sizif I shpirtit tim. 2023. Return the heart to spring. Ktheja zemrën pranverës. Ktheja zemrën, kjo është titull shumë I bukur. Ktheja zemrën pranverës është poezi e vitit 2023 dhe upon the half heat of a bunker. Bi një gjysmë kafke në bankere. Po, viti 2024. Poezi. Edhe kjo e fundit tash është Golden Armor, që I bjen në Shqip. Mboroja e artë. Mboroja e artë. Ka shumë poezi, po... Dy janë me tregime. Unë kisha pasje me lexu poezin për Kosovën. Pa tjetër? Është nder për mua që faqja e lexon një Dardan. Një Dardanas. Dardanas? Dardanas. Dardan. Është hera e dytë, pa ma herët e lexova, është në anglisht, po e ke edhe versionin shqip, duket. Po, nëse dëshiron... Unë kisha pas qef shqip me lexu. Atëherë vetëm një sekundë. Ja, nuk jem përgatitur për këtë, sepse nëse duhet lexoj anglisht, se ka audiencë. E gjejmë audiencë zgjidhjen shumë shpejt nëse na blen 2 minuta kohë. Kjo quhet poezia Kosovë. Unë e di që ti lot derdh edhe mbrenda buzëqeshjes. Ma thonë sytë që mundohen ta fshehin qosheve. Zëri që I lagësht dridhet në ajer e si mund t'i gëzohesh ditës. Kur motët numëron natën pa fëmijën tënd. Nga varri I përbashkët të nxjerr një dorë e lotin ta fshin. Kosovë. Shpirti I rikthyer në jetë, shekull pas shekulli. S'di pse vdes e rilind I mbytur në gjak. Erdhë sërish në një kohë edhe më të nxirë. S'di nëse herë e fundit do t'i jetë. Dhe ti? Dorën e puth e me the, me dhe e mbulon sërish. Dhe mes lotësh, ti buzëqeshësh, ditës mundohesh, por yjet prej qiellit tënd marrën sërish arratin. Arminita, viti 2020. Faleminderit. Lutem. Me emocionove. Është poezi, shumë poezi e thellë. Unë, si ta thash edhe më herët, poezia është mediumi që më vështiri interpretohet. Si ka thënë edhe I madhi aktori jonë Mirush Kabashi, që proza dhe më letë bëhet, monologu bëhet më letë. Ose poema e gjatë. Po, se poema gjatë, po poezia është më vështira nga gjitha. Edhe unë, nëse do lexoj në anglisht këtë, me shumë dëshirë të madhe, të falenderoj shumë për respektin, besoj që do të kem edhe audiencë kanadeze aty, që... Aty është gjitha, pse duhet të lexohet në anglisht. Pse duhet të lexohet në anglisht, por ma thuaj, nga të vjen është pyetje klishe, nga vjen ky inspirim për të shkruar. Si bëhet, se kam një shok tjetër, Shkelqin Bunjakur, shkrimtar, është poet fantastik. Është mister se si lidhen këto fjalë, si bëhen, se është shumë vështirë me shkruar një poezi. Me pas kuptim se tash poezi për fëmijë, ndoshta ajo është pak më lehtë. Për mua jo, se nuk dal dot jashtë natyrës time. Si është ai proces? Mundohet ma kam shumë kurrështje me di. Po është një njëjti proces, për shembull, çfarë bën piktorin pikturoj. Pse ai ka dëshirë të gjej përmbushje në ato bojëra, në ato gjëra, po. Në ato vijat. Disa njerëz për shembull thjesht bëjnë një pesazh dhe janë të lumtur, po ke edhe njerëz që me pikturën transmetojnë mesazhe. Është një pikturë më meditative.
që ti e shikon edhe mendon, lexon personazhet. Edhe njëjta gjë edhe në poezi. Ti ke një det emocioni brenda që vlon. Edhe mundohesh që ta gjesh atë qetësinë tënde duke e formësuar, duke i dhënë një trajt, duke i dhënë një formë, duke e shprehur. Ke një ngacmim, ke një ndjenjë. Derisa ti ta hedhësh në letër, ti nuk ke paqen. Atëherë e ke nxjerrë, e ke shprehur se në jetën e përditshme, në normal, poezia është 12 vargje, 16 vargje. Por unë kur nuk mund ta them aq bukur, aq qartë dhe aq fort atë gjë, atë ndjenjë, atë mesazh. Edhe po të rriteni dhe të flasim bashkë 2 orë, 3 orë. Okej, koha do fluturoj duke folur, po unë fola shumë dhe tha shumë pak. Në poezi është e kundërta. Ti ke forcën të flasësh shumë pak, po ta lësh tjetrin të mendoj me orë dhe ti jetë prap i uritur për të lexuar prap ty, për të dëgjuar prap ty. Dhe vetëm poezia ta jep të luks. Mendoj unë. Çka mendon për Rumin, që njihet si poeti më i madh? Unë për shembull jam shumë kurioze, kam lexuar poezitë Rumit në shqip, kam lexuar poezitë Rumit në anglisht, shqip tingëllojnë shumë më mirë se sa në anglisht. Megjithatë ai ka një famë shumë të madhe. Dhe unë kam pyetur njerëzit që kanë luksin ta lexojnë tamam në gjuhën që ai ka shkruar në persisht. Dhe thonë, Armini, dhe nuk ka krahasim, në anglisht nuk është gjë fare. Sepse humb në përkthim. Po. Dhe unë me të vërtet do kisha dashur që ta lexoja tamam, dhe kjo është domethënë që dëshiroj sa herë që dëgjoj një këngë të bukur, një muzikë, domethënë sikur ti di tamam gjuhën, sa e di që në gjuhën që është krijuar ka një forcë shumë më të madhe se sa në gjuhën që përkthehet. Sado mundohesh ti t'i japësh formë, nuk është e njëjta gjë. Ka ndryshuar amballazhi. Shumë vërtet. Amballazhi ndonjëherë është shumë gjë, se domethënë me vërtet ne themi që mos e gjykon një libër nga kopertina. Po faktikisht kopertina është ajo që ti shikon të parën, dhe gjëja e parë është ngjyra të tërheqin. Pastaj ti lexon titullin dhe mendon, është intriguese apo jo. Po edhe titulli është prapë ke kopertina, jemi prapë ke amballazhi, se ti nuk e di çka ka brenda derisa ta lexosh librin. Për shembull, unë mendoj që Mixheni, po të ishte i huaj, do ishte një poet më të madh. Ndoshta kam gabim. Unë po flas nga perspektiva si aktor. Jam vënë në një pozitë, domethënë që me të vërtet po mendoja edhe dje. Sepse më ka kërkuar një poet amerikan që drejton edhe podcaste, Jimmy Papas. Zhvilluam një intervistë, ai nuk i broadcast, po thjesht fton poet, shkrimtar të tjerë të jenë prezent online, edhe është më tepër si sigur po bëjmë një klasë online, po që ai e drejton. Imagjino, ti po bën podcast me mua tani, dhe ke ftuar dhe 20-30 njerëz të tjerë që janë shkrimtarë që kanë interes tek poezia dhe janë aty, diskutojmë poezinë time, lexojmë poezinë time, debatojmë, pyesim pyetje, ndajmë mendime. Dhe është për shembull si një klasë e kontrolluar, domethënë se je ti që e ke në kontroll që interviston, por në anën tjetër ke edhe kontributor të tjerë. Dhe ai më ka ftuar që të diskutojmë Mixhenin, sepse është intriguar tani nga unë jam e para poete shqiptare që ai po lexonte. Jo se nuk ka pasur tjerë në Amerikë, po si ka rastisur ati, domethënë. Tani e rastisën që botuesi i shkroj, kam një autore shqiptare që mendon që vlen të ftohet në këtë gjë që ti organizon intervistat e tua, edhe i prezantoj materialin dhe i thau jam i intriguar, e dua që ta ftoj, dua ta dëgjoj. Dhe pasi u mori atë prezencën në parë, tani kërkoj pak, u mulluntoj pak, na doli ky Mixheni, na doli edhe tek figurat të tjera. Edhe tha, më intereson ky Mixheni, më tha mua, se shekulli që ai ka shkruar, letërsia që ai prezanton, dhe duke qenë se ka luajtur një rol në
formimin e letërsisë. Ta kam qef sikur ti të përgatisësh diçka dhe na e prezantosh Migjenin. Dhe unë tani po mendoj, nuk e di sa përkthime mund të gjej aty online. Çfarë është përkthyer nga Migjeni në anglisht? Është i përkthyer në gjuhë? Nuk e di, duhet të kërkoj e para punës dhe po mendoja që sa e vështirë do jetë se ka vargje të fuqishme, po si do vinë në anglisht? Ose se kam një grusht të fort, ti bie malit më në zemër që po kur e thua kështu të ngëllon shumë bukur për në anglisht, më ngec pak shara në gosht. Si puna e rumit, kur përkthehen nga përsishtja vjetër, nuk është. Prandaj po them që po e mendoja që çfarë do bëj, se i thash po nga ana tjetër kam frikë. Nuk e dija, ka materiale që janë përkthyer në një nivel të lartë, sa unë nuk e kam kohën tani dhe që të përkthej. Megjithatë, domethënë është një krenari që ti ftohesh për të prezantuar kulturën shqiptare tek një audiencë huaj dhe është nder, kupton? Kalohet për te asaj personales time. Personale ime u krye, u diskutua libri im, faleminderit, kupton? Por tani kur ti ftohesh sepse ke lënë një shije të mirë, edhe ata duan të dinë më shumë, atëherë unë di një përgjegjësi edhe dua të sjell më të mirën dhe këtë domethënë po mendoja që si do t'ja dala, kam përkthime dinjitoze se nuk dua të sjell diçka që nuk do ta tregoj aq të fort. Unë mendoj në shqip, nëse janë të shkruar në shqip, kur nuk do të përkthehen 100%, sikur nga anglishtja. Po të paktën ta arrim ta bëjmë 90%, se 10% firo kanë gjithmonë përkthimet. Po, se është përkthime për shtatje, si quhet. Është përkthime për shtatje. Dhe unë që jam vetë autorja, kam përzgjedhur me shumë kujdes çfarë poezish po përkthej në anglisht, sepse unë nuk shkruaj drejt në anglisht, unë shkruaj në shqip. Për mua të shkruaj në anglisht është si të më thuash, hajde bëj vrap, bëjmë gara të gjata, po t'i lidh këmbët apo po t'i lidh duart edhe vrap, po. Edhe pse e ardhe re, një anglisht e mirë, po. Jo, nuk është gjuha e nënës. Nuk është. Edhe fjalori që ti kërkon për të shprehur botë shpirtërore, do të jetë i pa mat, jo i limitizuar. Është një aktor, e kam dëgjuar dikun online kur flet thotë, çfarë është poezia? Pse poezia? Të momentet caktuar kur ne ballafaqohemi me një humbje shumë të madhe në jetë, ka nevojë me pas një kuptim të dhimbjes. Edhe kur futesh e lexon një poezi dikun, si më thon, atë dhimbjen ta ndalon pak, ta zvoglon. Ka një kuptim më të thellë jeta, sepse në ato momente ke nevojë dikun të mbështetësh. Edhe disa poezie kanë një efekt tillë që e bojnë tjetrit ndihet mirë, ndihet se nuk ta kuptoj, ta arsyetoj dhimbjen. Ndoshta vështirë ka me shpjegu se ai thoshte në anglisht, po vjen keq që e ka lidhur vetëm me dhimbjen. Mirë, se ke dhe poezi të tjera që janë plot diell, plot dritë. Është më vështirë për ta shprehur dhe për të arritur një bukuri artistike, por kur është e ndjerë, kur nuk ka fallcitet, ajo del si një diamant. Po në Shqipëri, Ali Aslani është poet i njohur? Po patjetër. Ai ka shkruar kryevepra që i kanë recituar dhe i përshtaten kohë, si ka recituar Reshad Arbana dhe shumë aktorë të tjerë. Ai është nga Vlora, nëse s'ka. Ai është nga Vlora. Ai ka qenë një njeri multidimensional. Ka qenë dhe ambasador, ka qenë politikan, njeri shumë i shkolluar, jo vetëm poet. Dhe rrallë vinë njerëz më të atij dimensioni. Nëse do krahasoja dikë për shembull që i qëndroi i vërtet dhe politikës, derisa u që dorë nga politika, po që kishte edhe shpirtin artistik, dhe që kërkoi demokraci, dhe që u zhgënjye
nga ajo demokraci që na u servir Teodor Keko. Nga vjen Teodor Keko? Kur ka jetu? Teodor Keko është nga brezi i komunistëve, domethënë, ai flasim për vitin, ka jetuar vitet 70-80, ku komunizmi ka qenë i fuqishëm. Erdhën vitet 90, ishte ndër të parët që hyrin në këto partitë e reja pluraliste, mundua të sjell pozitivitet në një vend që edhe sot e kësaj dite nuk ka pozitivitet. Politika është shumë poshtë. Politika është reaksionare. Në vend që të çojë atë shoqëri përpara, po na çon jo 10 hapa, po qindra hapa mbrapsht. Dhe ai u zhgënjye nga kjo politikë. Për mua ai është edhe një krijues shumë i mirë, shumë tekste të tija më bërë dhe këngë nga Pirro Çako. Ja adhuroj poezinë faktikisht, po adhuroj dhe atë pjesën tjetër, domethënë se atë demokracie deshëm dhe në tjerët, e pritëm si dritë në syve, po nuk erdhi kurrë. Dhe ai ka shkruar atë poezinë, domethënë që do të harroj Shqipëri, do të harroj Tiranë, do të ligi pas një dhimbje, po domethënë të gjitha ato negativet aty janë afirmime pozitive faktikisht, dhe kuptohet dhe është pikërisht domethënë që e gjem vetëm tërne brezi i ikur pas viteve 90 që domethënë kemi thënë që do ikim edhe do hedhim gurin mbrapa. Ai gurin na ngeli në shpirt. Nuk ka hodhëm dot. Ja, e morëm me vetat. Kemi në shpirt pra, nuk ka hodhëm dot. Mirë, Arminida, për të ardhmen çka je duke bërë? Je duke punuar në vëllëntri poezish apo duket po ke dëshirë në vazhdu një skenar filme për mu? Po. Ervin, mos po na den në i film, a? Më duen ca bashkëpunëtorë. Ne nga Tirana themi film. Nuk e di juve nga Kosova. Di që ande nga jugu i thonë film, po nuk është film. Nga humori të film. Po, prandaj po them. Film. Hajde përkëshyrim një film. Film. Është film. Unë kërkoj një bashkëpunëtor, njëri që të më marri pak për dore, sepse nuk kam shkruar skenar më parë, faktikisht është mirë bëj një kurs, që ta mësoj si shkruhet. Është edhe medion veti. Që të mësoj pak në si idhen hapat. Po poezi tjera kene? Poezi të tjera do dalin tani në nëntor, në panairin e librit. Ku në Shqipëri apo Kosovë? Në Tiranë. Bëhet tani në nëntor gjithmonë, në mes të nëntorit. Është një libër me poezi të pabotuara më parë, në sensin që nuk kanë dalë më përpara në libër. Thjesht unë i hënë për rrjetet sociale dhe i marrin dhe revistat, gazetat e tjera, por jo të përfshirë në një vëllim poetik. Se unë nuk ruaj gjë që për surprizë, dhe kjo është më e fortë, domethënë të gjithë njerëzit nuk i nxjerrin, nuk i shfaqin derisa të bëjnë librin, që të çesin librin dhe pastaj nga libri nxjerrin me pikatore. Nuk duroj dot aq shumë unë. I poston. I postoj, po pastaj mbledh i bën me libër. Dhe pastaj kur kam kohë, kur i vjen momenti për të mbledhur, i mbledh dhe i fus në një libër. Kështu që është vëllimi që do dali hieroglifet e mallit dhe është sërish me shërbim botuese Botimet Jozef, me cilin kam botuar dhe 2 librat e mi të mëparshëm. Binje gjysmë kafke bunkeri dhe Pirgjët e hirta. Si quhet shtëpia botuese? Botimet Jozef. Botimet Jozef. Është në Tiranë? Është në Durrës. Në Durrës. Okej. Kam gjetur një bashkëpunëtor të mirë aty që lidhemi mirë nga distanca, më ndihmon edhe në mungesë. I urojmë sukses edhe. Dhe libri tjetër është një libër special. Për mua si armenit. Jo se kam shkruar ndonjë mrekulli. Është një përmbledhje me poezi. Unë nuk besoj në përmbledhje ende, domethënë të mirëfillta për veten time, sepse jam akoma në proces të vazhdimësisë krijimit. Kështu që nuk kam parë vlerë thjesht të mundohem të përzgjedh poezitë e mia më të mira për të bërë një përmbledhje, se mendoj se kam akoma jetë për të jetuar edhe për të dhënë. Kur të vdes unë le të kujtohet ndonjëri të përmbledhi.
Por, jo, kjo është një përmbledhje me poezi për atë dheun dhe ideja ime ka qenë përderisa u shkruan dhe kanë ardhur, siç kanë ardhur gjithë krijimet e tjera spontane, pa qëllime të caktuara përveç një qëllim që un kam kur shkruaj të përmbushem për momentin, të kryej atë misionin tim, çfarë dua unë të shpreh, të transmetoj. Se kur shkruaj nuk shkruaj me qëllimin për libër, nëse do botojmë një libër. Zero. Nuk shkruat ashtu. Dhe përderisa u bë një numër i konsiderueshëm poezish, e kisha si ëndër që të dilte kjo përmbledhje për ateun. Dhe targetuar më shumë për rinin, sepse mendoj që kanë nevojë jo për një patriotizëm patetik, siç na bënin me zor, hajde shkruaj temën e hartimit të dheu, partia. Se kur bëhet ashtu, është si të them unë ty tani me zor, hajde më thuaj mua të dua. Po, ja. Ti nuk mund të ma thuash mua me zor, ti do ma thuash mua kur ta ndjesh. Kur ta ndjesh, ndryshe nuk thuhet. Ndryshe nuk thuhet, hajde ti tani. Thuhet, po nuk llogaritet. Po do ma thuash kështu, më mërziti mua kjo. Po. Edhe është e njëjta gjë. Unë dua që këto poezi që unë i kam përmbledhur aty në libër, është në një prizëm tjetër. Është malli që unë kam, që vjen natyrshëm. Janë pengjet që unë kam, si kam përjetuar. Domethënë është çdo gjë e ndjerë, se mua ma ka ndjerë lukura, ma ka ndjerë shpirti. Malli për atë. Është malli, është zemrimi që pse jemi në këtë pikë. Pse u bëm ndat sak, pse u bëm ne hebrejt e tjerë të botës. Pse përfunduam dhe ne kështu si rërë shpërndar në përbot. Hajde mblidhe tani rërën prapti, kur merr era dhe çon gjithandej. Do kthehen më njerëzit? Kur. Kështu që kjo është ajo që mua më ka ardhur natyrshëm, më ka ardhur ai mlefi migjenian që kërkoja ta shpreha, që kur isha shumë e re që thash ishte jashtë natyrës time, unë kisha një zë tjetër, unë isha një formim tjetër, po ishin eksperimente që unë bëja, gjëra që i kam grisur dhe se kam treguar asnjërit, por që unë derisa zhvillova dhe gjeta stilin tim dhe thash që poezitë e saj kohe kanë qenë një reflektim për çfarë kalonte shoqëria, kaloja unë si individ. Dhe atëherë kanë qenë dhe skicat e mia të para që kam shkruar në tregime të shkurtra, sepse unë doja të tregoja ngjarje ç'po ndodhte. Dhe për te ngjarjes ishin personazhet, psikologjia e këtyre personazheve, se çfarë i bën, çfarë gjumësh lën, çdo gjë që i ndodh në jetë individit, pozitive, negative, lën gjurmë ato, dhe unë pikërisht dua të mbërthej atë për jetimin. Si përjetohen të tëra këto çaste. Është si puna se kamerës tani që po xhiron, për ne mund të ngrim një çast aty. Dhe ai çasti, ajo poza, ajo mimika është çdo gjëja. Dhe ti aty mund ta mbërthesh atë, mund ta ngrish kohën. Momenti i vërtet. Mund ta ngrish kohën aty dhe të ta japësh tamam atë botën, ç'a na ka ndodhur, ç'a kemi kaluar. Për mua ka qenë gjithçka, është se ti je aktor. Aktori bën shumë gjëra, thot shumë fjalë, po ndonjëherë janë pikërisht ato që nuk momentet kur nuk fol asgjë. Kur nuk fol asgjë. Po mënyra se si të shikon, mënyra se si dridhen duart apo një gestikulacion. Momentet më të bukura në film. Që nuk ka fjalë ta përshkruaj. Jo, nuk ka fjalë. Nuk mund ta mbushë regjizori me asgjë tjetër atë momentin. Në vetëm përjetohet. Po. Nuk don fjalë shumë. Arminida, unë të uroj sukses nesër që me promovimin e librit Golden Army. Jam shumë nderuar njerë që edhe ne që ti të marrësh pjesë. Gjithsesi, jo unë shknatësi edhe nder për mua sepse na ka ardhur nga Vancouveri, si ishte se ne në Kosovë nuk i thojmë Vancouver, i thojmë Vancouveri. Vjen një çik çudi se gjysha ime është nga Prizrene, ishte nga Prizrene. Dhe do me thënë, na flet për këtë, se këtu për pak me mik ju ma vetë kjo shumë interesant. Nuk ja kam djerë shumë këtë theksin e rënd. Po? Kanë qenë vetëm disa fjalë që
ndoshta shumë afër edhe me dialektin e Krujës. Për shembull, nuk thoshte mdhemin këmbët, po thoshte mdhemin kamt. Kamt, po, ajo është ndryshime shumë të vogla. Por jo po ajo shqipe është, vetëm është akcenti edhe vetëm domethënë ato në vend që të ishin bëheshin a. Gjyshja është nga Prizreni. Nga Prizreni. Nëna e babait tuaj. E mamit. E nëna mamit. Po. Dhe gjyshi ishte nga Kruja. Gjyshi nga Kruja. Dhe unë njohur në telegraf. Gjyshi tim i kisha ardhur emërimi në Kruj, për ta çuar në Prizren. Dhe po punon në Prizrenin e telegrafit. Kur ky babet? Vitet pat? Vitet 30. Wow. Para fundi viteve 30. Dhe atje njifet me gjyshën time, që punon të ishin të dy në punës të telegrafit. Dhe aty ka qenë edhe ai që pajtoi tërë gjaqet e Kosovës. Ka qenë kolegi i tyre. Çfarë flet? Anton Çeta. Kur merr këngën Anton Çeta, dridhen malet, u shton jeta. Kur ka dalë ajo këngë edhe më ka mbush me emocion, sa ka qenë një përjetim krejt tjetër, ndoshta shqiptarët e tjerë kanë ndjerë thjesht patriotizmin, bashkohet Adeu. Për mua Adeu ishte gjak. Ta. E vërtet. Sepse unë u rrita duke parë gjyshën time që mezi priste një letër. Aja s'ka pas mundësi me ikën ato. Vetëm një herë, ka parë nënën e vet në çastet e fundit jetës 24 orë dhe pastaj edhe mamaja e saj vdiq, se vetëm me telegramin e vdekjes e lanë që të shkonte, se ndryshe jo. Jo. Dhe ka qenë ajo edhe kur vinin letrat, i hapte posta shqiptare, hapishin me avull atëherë lexoheshin. Prisja me muaj që të merrnin letër tjetër, por kur prisheshin marrëdhëniet nuk merrja gjë. Bllokohesh dhe posta. I përjetonim këto ngrofjet e ftofjet e marrëdhënieve të Shqipërisë me Jugosllavin. Po mërzite se nuk merrte lajme. Nuk dinte si kishte motrat. Ka një vlla të zhdukur. Që mendohet që e zhdukën komunistët. Po kur pa familje për e parë? Urdhëro? Në Otenite nuk pa familje për e parë. Jo, janë parë, do me thonë, kur unë s'kisha lindur akoma që shkoj gjyshe ime me telegram dekje. Në kam fjallën babjet, familja tjetër, do më në pas ndrimit sistemit. Pas ndrimit e sistemit janë takuar, kupton? Pas ndrimit sistemit, po. Po bëhet fjallë tani që unë mbyllën kufit në 25-ën, fundi 24-ës, 29 nëntor, 24-ën. Unë mbyllën kufit. Dhe për 20 vjetë ajo nuk shkoj dot. Dhe i vitit 64. Gjë në 64-ën, ajo nuk shkoj dot. 20 vjetë pa parë motrat, 20 vjetë pa parë familje. Nënën. Për e të miran. Prandaj po them që unë e përjetoj atë, domethënë unë u rrita duke e para të qante për një letër. Shikon të fallin, edhe nga ajo e kam marrë edhe të kthimin e fixhanit. Pi një kafe, kujtoj atë, e kthej fixhanin edhe kthej njerëz si nona ime. Si nana. Si ka pas emrin nana? Gjuliana. Gjuliana. Ata ka qenë nga Prizreni, a? Me zot, sa ka përjetu ky popull. Kështu që, domethënë, kur ndodhi lufta në Kosovë, ose kur filluan helmimet e studentëve. Vitet 90. E imagjinon si e përjetonim ne, domethënë, sa ajo jetonte me anktin, mos i kishte gjetur gjë njerëz të saj, familjen. Domethënë, nuk është më thjesht kombi. Vëllezërit tanë kosovar atje po helmohen, po vriten. No, unë kam gjakun tim atje, gjyshja ime po dridhet, se ka nipër dhe mbesa. Cili e përjeton me e kupton? Është ndryshe kur ti shikon gjyshen tënde të jetoj me ankth si janë ata atje se po i helmojnë studentët. Edhe është ndryshe si një lajm televiziv që ti shef për shembull plasi lufta në Ukrainë. Plasi, po ti s'ke njëri atje. Ty të vjen sidomos gjunaf, thua, jetë pafajshëm njerëzit, Zoti i rujt ata gra, ato fëmijë, ato plej gjunaf. Okej, gjunaf na vjen gjithëve. Po themi o Zot, mos na i hidha afër nesh.
Po Zoti ta ka hedhë afër. Ta ka hedhë shumë afër zemrën, sepse ke gjakun tënd dhe ke familje. Po një popull, po për mua ishte shumë konkret. Sepse ai ishte nonës time atje. E nëse ndodh gjë atje do më mërzitet nona mua. Ka edhe ka përjetuar, se ka jetu një jetan ndarës. Po prandaj po them, ka qenë një popull i ndarë për gjysmë, më gëshër. Ka vujtë ai popull shumë, edhe ende po vuan. Unë jam optimist që do bëhet më mirë, Armenida. Jam optimist, nuk e di pse. Ndoshta sepse nuk ne jemi shpirt luftarak dhe nuk e pranojmë dot dorëzimin. Besoj se ne nuk do ta pranojmë dorëzimin edhe në gramat tona të fundit të jetës, ne do luftojmë, do shpresojmë, do mbajmë shpresën gjallë. Kem qelluar në udhkryqet si më thon perandorive, qysh nga perandoria aramake, bizantine, osmane, gjithë ma vonë që ka ardhë, do të thotë jemi mund mes, edhe jem ndryshe nga gjithë tjerët. Jem më të vjetrit aty, po... Mos haro se tani janë agenda të mëdha globale që po kërkojnë shkatrimin e kombeve. Kjo është një bisedë që kam pas me një shok Rishtazi, është e vërtet që ka lëvizje tilla që të ndrohen gjëra, do merkone vetë, sepse... Po pse bëhet kjo? Po mirë. Sepse një popull që humb identitet, nuk humb vetëm nocionin e vetë si kombësi. I harroj Gjimi që është prej Kosove, harroj Armenida që është prej Tirana. Dhe që do thotë, ne fillojmë dhe bëmi indiferent. Ti nuk shikon këtu një angazhim të madh, për shembull ku ke popull plotësi që është e përzier, ti nuk shikon organizim të madh politik. Se ku shikon atë interesin e vet, shikon atë punën e vet, nuk organizohet dot. Gjëja për shembull që ti nuk flet këtu shumë është politika dhe feja. Nuk guxon me I përmend. Sepse tjetri këtu të paragjykon, thot mos më flit mua këtu për kështu gjërash, në vend të pune, ke një censurë shumë të madhe. Dhe I ke, domethënë ti ke trupa pa kokë. Sepse ne gjithë shkojmë punë, punojmë, shtrojmë kurrizin, paguajmë taksat sa dëshirojnë këta. Edhe kujtojmë që jemi shumë falenderues që jemi këtu, se ndryshe shkonim mbrapsht dhe ja keni ardhur. E them për ne shqiptarë, e them për sirianët, e them për ukraincit. E them për njerëzit që po vujnë Gaza. Tani këto janë shtetet që nuk do ekzistojnë më në hartë. Asnjë ukrainas nuk kthehet më aty ku pa terrorin që u vra gjithë familja. Pak janë si kosovarët që u kthyen. Edhe aty, ku I është vra fëmia, ku I është vra nëna, ku I është vra baba. Po ne jemi një popull shumë rezistent. Unë po besoj, edhe po shpresoj, edhe unë jam shumë optimist që mbasi që mbjetuam 2000 vjet okupim. Kjo është realiteti nga dita që... Por duhet luftojmë më ashpër, po themu, sepse këto janë komo të këqija. Unë e pajton që duhet më shumë, e di që janë të fuqishme, ne jemi shumë, një popull më I vogël se gjitha këto agendat, po mbasi që I mbjetuam sidomos perandorisë romake, ku dihet që ishte ajo revolta e madhe I lire. Mile është një autor anglez dhe ka një vepër e kam porositur. Kam fillu me lexu, s'di kur do ta përfundoj. Po, thot, nuk flitet shumë, thot, për këtë që ka ndodhur, ku Bato e Bato, që ishin dy presit në atë kohë, I fisëve lirë, thonë, në Sloveni, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, ku ma në fundur lëdhen nga taksat e nga çdo familje duhet t'jep të ushtar për legjionet romake dhe se non e kundërshtojnë, ishte 3 vjet luftë e madhe, po u zhduk 1 milion popull dhe 1 milion u bë sklavë morë. Por përsëri shqiptarët gjetën formën, sepse në shpejt I dhamë Romës tërë ato perandorë me gjysmë gjak shqiptar. E di, po ajo që ndodhi do të thotë qysh nga ajo kohë, ajo popullsi nuk u rikuperua kurmon ato fise. Ato ka pas fise deri në Sloveni lart. Fise deri Ilirike. Por goditjen më të madhe na dhanë slavët.
Luftra ballkanike. Përveç Grekët. Jo, sllavet Shfaros ishin janë çamëri. e di, po sllavet ishin ato që erdhën në shekullin e 6 dhe ardhja tyre unë mendoj është tash nuk jam historian, jam kompetent, po e kam pasion historinë. Ardhja tyre gjeti një tokë që me një popullsi të pa rikuperuar, të ralluar nga e lufta e madhe dhe nuk u rikuperua kur Dhe bari i keq hyn më kollaj ku bari nuk është i dendur, ajo dihet, po. Armenida, falënderit shumë, u knaqëm, unë ty të uroj shumë mbarësi dhe poezi më shumë, edhe vepra më shumë. Shumë faleminderit. Kështu që suksese në promovimin e librit dhe besoj që do takohemi prapë. Patjetër. Shumë faleminderit për mirëpritjen. Ndjehem vërtet e privilegjuar që jam në Oda Podcast. Vend tamam tradicional, shqiptar, bio. Edhe aq më tepër që është një nisëm e sapo hapur edhe sikur më pruri Zoti enkas në këtë moment. Na knaqe, faleminderit. Shumë faleminderit. Respekt, e ka dosh bukur. Faleminderit.